Detajet e reja tronditse kanë dalë në dritë nga seanca gjyqësore e kësaj të marte, ku janë lexuar dokumente zyrtare që hedhin poshtë pretendimet e mëparshme të Erion Veliajt se janë dorëzuar aktet e SPAK pa proces verbal dhe oficerët e policisë janë treguar arrogant ndaj tij. Këtë të martë në seancë, prokurorët e SPAK-ut, Altin Dumani dhe Olsi Dado, kanë lexuar proces verbalin që është mbajtur në momentin që kanë shkuar oficerët e BKH-s dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për t'i dorëzuar aktet e Erion Veliajt në burg. Sipas proces verbalit të mbajtur nga oficerët e policisë gjyqësore, Kryebashkiaku i Tiranës ishte përfshirë në një incident të rënd verbal me përfaqësuesit e ligjit në momentin që janë dorëzuar aktet. Në dokumentin e firmosur nga oficerët e BKH-s dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, theksohet se Veliaj ka përdorur një gjuhë kërcënuese, fyese dhe rrugaçërore ndaj tyre në momentin e dorëzimit të akteve. Ndër shprehjet e dokumentuara që konsiderohen si kanosje ndaj zyrtarëve në detyrë janë: përdorimi i fjalës fyese pis, drejtuar njërit prej oficerëve, Samet Gurguri, po ashtu kërcënimi i hapur me fjalët: ty dhe prokurorëve nuk ju afal. Edhe pse Veliaj kishte pretenduar më parë se dokumentet i ishin dorëzuar pa një proces verbal të rregullt, provat e administruara nga prokurorët e SPAK, Altin Dumani dhe Olsi Dado, dëshmojnë të kundërtën. Raportohet se Veliaj ka refuzuar fillimisht marrjen e materialeve me qëllim që të shkaktonte vonesa artificiale dhe të shtynte seancën gjyqësore. Përballë këtij refuzimi, oficerët i kanë depozituar dokumentet në paraburgimin e Durrësit, ku Veliaj i ka tërhequr ato më vonë. Kjo sjellje vjen në një kohë kur avokatët e tij i kishin administruar provat dhe aktet e hetimit prej të paktën 7 muajsh. Reagimi i tij agresiv shihet si një përpjekje për të vepruar sikur është ende në zyrën e kryetarit të bashkisë dhe mund të bëjë çfarë të dojë, duke tentuar të intimidojë oficerët që zbatojnë urdhrat e gjykatës. CNA në vijim do zbardh detaje të tjera nga seanca që ka ndodhur në lidhje me proces verbalin.